Në vizitën e saj të parë në Shqipëri, komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, dha mesazhin e qartë se Shqipëria e ka vendin në BE. Në konferencën për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Kos vlerësoi përparimin e Shqipërisë për reformat, duke theksuar se vendi ynë është në rrugën e duhur për mbylljen e negociatave në 2027. Mesazhin e jep të qartë kur thotë se Bashkimi Evropian e do Shqipërinë brenda familjes europiane dhe kjo e bën Europën edhe më të fortë. Ndërkohë, kreu i qeverisë Edi Rama në konferencën e përbashkët me komisioneren Marta Kos theksoi se Shqipëria e ka pritur me entuziazëm marrjen e këtij posti prej saj. Sipas Ramës, kjo lidhet me faktin se Kos është më pranë nesh se sa Brukselit. Sqarova që shiu është bereqet dhe kam bindjen që do të jetë një augur i mirë për planin e ri të rritjes dhe disbursimin e fondeve shtesë për Shqipërinë. E nderuar komisionere dhe dashur Marta, është kënaqësi që ju presim në Tiranë dhe qysh në fillim dua ta përsëris dhe publikisht që ne në rajon e kemi pritur me entuziazëm zgjedhjen tuaj sepse ju jeni edhe e BE-s, por edhe e jona. Duke qenë nga një vend i rajonit i cili ka shkëlqyer në rrugën e vet, Slovenia, sidoqoftë duke pasur gjakun më pranë nesh se sa pranë Brukselit, shpresoj dhe jam i bindur në fakt, megjithse ju nuk do e thoni këtu. Më vjen mirë që takohemi në një moment që ne kemi arsye të ndihemi krenar për çfarë kemi bërë dhe ju të na mbështesni pa rezervë. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, që duhet ta meritojmë çdo ditë sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së bashkuar europiane, deklaroi kryeministri. Rama në konferencë nuk harroi të përsërisë ambicien që Shqipëria 2030 të jetë pjesë zyrtare e Bashkimit Evropian, duke mbyllur me frazën e dashur Marta, ne duam lekët tona.